Berat Buzhala, Berat mirëmbrëma, Lorenz Vangeli, Lenci mirëmbrëma, dhe kam në Skype Andi Bushatin, Andi mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po e fillojmë bashkë me që në Skype. Një koment mbi qëndrimet e Ramës sot. Qëndrimet e Ramës janë në të njëjtën linjë që ku ka nisur çështja Ballukut. Në kuptim që sot të gjithë e kanë të lehtë ta marrin vesh që nuk ishte as çështja grushtit shtetit, nuk ishte as kompetenca midis pushteteve, ishte një dëshirë e Ramës për t'i vënë kufi drejtësisë pas gjithë atyre kohë. Dhe në këtë kuptim jemi të qartë. Këtë që kemi kuptuar ne dhe shumë shqiptar, me sa duket më në fund e ka kuptuar dhe Brukseli. Në kuptime ka kuptuar Brukseli. Sot janë bërë dy deklarata paralele. Ato që Rama bëri në Twitter dhe me deputetët e tij dhe ato që bëri Komisioni Evropian. Po të analizosh radhë për radhë dhe fjalë për fjalë të dy tekstet, kupton që ka diferenca themelore. Për shembull, Rama thotë që çështja e imunitetit Ballukut nuk është urgjente. Brukseli thotë imuniteti duhet trajtuar menjëherë. Rama nga ana tjetër lë të kuptohet qartë që ne nuk do ja heqim imunitetin Ballukut, sepse tani me që fabula e pezullimit ka rënë, njeriu nuk mund të nuk mund të shkohet për dy gjëra. Brukseli thotë i tërheqin vëmendjen atyre që tentojnë të pengojnë gjykatat dhe prokurorinë. Pra diferencat midis dy deklaratave janë goxha të dukshme dhe të qarta. Dhe po ta shikojmë në një këndvështrim tjetër, ndoshta është hera e parë që ku ka nisur reforma në drejtësi, që kemi qëndrime diametralisht të kundërta midis Ramës dhe Bashkimit Evropian. Pra, ky është si thuaç lajmi i ditës, kjo është çarja e madhe. Deri tani Rama e ka përdorur dhe keq përdorur drejtësinë, nga të dënoj kundërshtarët politik derisa dhe të spastoj raste veta si rastin e Arben Ahmetaj, por ama veprimet e dukshme, fjalorin publik i ka pasur sinkron me Bashkimin Evropian. Nga sot e tutje ne kemi një thyerje. Pra Rama nuk është më për syt e perëndimorëve mbështet si i kësaj reforme, që unë s'kam asnjë dyshim që është e keqe, por që këta perëndimorët deri tani na shesin si histori suksesi. Dhe kjo është, si të thuash, momenti i parë ku ne vëmë re një çarje të Ramës me ndërkombëtarët për sa i përket reformës së drejtësisë. Berat. Çështja sipas meje është e parë